Do të flasim për ekonomi në këtë pjesë të dytë të MCN Informacion, do të fokusohemi veçanërisht tek bankat. Pse bankat në Shqipëri rezultojnë më fitimprurëse në Evropë, ku e bazojnë fitimin e tyre dhe sa aftësi kanë ato të kreditojnë ekonominë? Për këtë temë do zhvillojmë një bisedë me mua në studio, është bashkuar eksperti i ekonomisë Iglize Pishta. Faleminderit që jeni këtu. Dhe përmes internetit bashkohet një tjetër ekspert ekonomie, zoti Enrico Ceko. Faleminderit zoti Ceko. Faleminderit, kënaqësi. Po e filloj me ju, zoti Zepishta. Bankat e nivelit të dytë në Shqipëri rezultojnë ndër operatorët më fitimprurës. Si shpjegohet ky marrë fitimi në një ekonomi me këtë polarizim kaq të madh? Në fakt, bankat fitimet e tyre i kanë nga disa burime, po të theme. Më kryesori është nga kredit, nga interesat që ato përfitojnë nëpërmjet huadhënies së kredive. Pastaj ka edhe përfimet të tjera që vijnë nga disa shërbime, nga komisionet e transfertave, nga, po të themi, mirëmbajtja e kartave të pagesave. Ka disa burime të tjera të cilat, por më kryesorja vjen për shkak të interesit të lartë që faktikisht ato mbajnë në raport me interesat e qytetarëve të cilët aplikojnë për qytetarë dhe diferenca me interesat që aplikojnë për kreditdhënie. Kjo normë e lartë ne e shohim në përditshmërinë tonë që ekziston një normë shumë e lartë e interesave për huadhënie, qoftë edhe për bizneset, qoftë edhe për konsumatorët, të cilët i shpenzojnë për blerje të banesave ose po themi për blerje të shkurtra afatmesme, afat shkurtra. Kjo bën atë që bankat të dalin me një fitim kaq të lartë. Viti 2024 ka qenë një ndër vitet më pozitive për bankat, për shkak edhe të rritjes gjatë viteve në vazhdim, nga viti në vit, shohim që bankat çdo vit e më shumë japin kredi. Kjo bën atë shkakun kryesor të cilat ato realizojnë këto fitime kaq të larta. Tani bien në ndesh në fakt, po ta shohim nga aspekti i jashtëm si konsumator, si qytetar, si të këtij vendi që në një ekonomi, po të themi, siç është Shqipëria që pak a shumë është një ekonomi stabil, po prapë është një ekonomi e dobët e varur nga disa faktorë, të ketë një fitim të tillë, një diferencim të tillë ka shi, po themi, zhvillimit të përgjithshëm ekonomik në cilën në këtë fazë ndodhet Shqipëria. Këtu rolin kryesor e ka Banka e Shqipërisë, po të themi, sepse ajo përcakton, normalisht ajo do të përcaktojë norma të bazë edhe në bazë të inflacionit, në bazë të zhvillimit ekonomik, ajo përcakton disa norma bazë, sa është norma minimale ose norma maksimale për dhënë interesat. Kjo ka sjellë këtë, po themi, këtë rezultat për bankat. 2024 ka qenë mirë, ndërsa dhënat e 6 muajorit flasin në farë mënyrë për një lloj të kurrje të fitimit të bankave për vitin 2025, të paktën për 6 muajorin. Presim, po të themi, banka gjatë këtyre viteve e ka lëruar dorën edhe në 2024 edhe në 2025 në raport me vitet më parshme, po të themi, ka dhënë rritja e huadhënies është shumë e lartë. Vitin e kaluar pat një rritje goxha të lartë, pati diku ke 12-13% rritje të kredive të huadhënies. Edhe 6 muaj e parë i këtij viti është në nivele, po themi, po aty, diku ke 10%. Pastaj duhet të bëjmë analizën më mbrapa se si do të ndalemi. Ndërkohë dua një mendim edhe nga ju, zoti Ceko. Pse mendoni që bankat rezultojnë si ndër operatorët më fitimprurës në Shqipëri? Në radhë parë do të themi që sektori bankar është një ndër sektorët më të konsoliduar të ekonomisë shqiptare dhe është një sektor që ka një portofolio shumë të mirë dhe të menaxhuar shumë mirë. Është fakt shumë i rëndësishëm që në bankat e nivelit 2 në Shqipëri janë punësuar tashmë specialistë mirëfill të sektorit bankar, të cilët për shkak të aftësive, njohurive dhe kompetencave që kanë, lehtësisht mund të krahasohen edhe me punonjësit më të mirë të sektorit bankar të vendeve të Ballkanit, po edhe disa vendeve të Bashkimit Evropian. Arsyeja kryesore është
rritja normave të interesit dhe diferenca midis normës të interesit të njerëzve që vënë parat për depozit, që është e ullët, dhe norma e interesit për ata që marrin kredi, që është e lartë. Në qoftë se do t'i referohemi për shembull normës ditore, mesatare. Norma ditore mesatare për depozitat është 1.6%. Ndërsa norma mesatare ditore për marrjen e kredive është 3.5%. Do të thonë 3.5% minus 1.6% me llogaritën e vet se sa bën. Edhe pra ky është fitimi që marrin bankat. Tjetër, kemi edhe një çështje shumë që duhet diskutuar mirë, që bankat për njerëzit të cilët shkojnë që të marrin kredi, ofrojnë shërbime për të përgatitur dokumentacionin e tjera, dhe kjo minimalisht llogaritet 500 euro për një kredi. Për një kredi 500 euro. Mund të shkojë edhe më shumë. Dhe kjo nuk futet te pjesa e interesit, është fitim tjetër, është fitim vete. Tjetër, bankat ofrojnë shërbime tjera. Bankat ofrojnë shërbime konsulence. Bankat ofrojnë shërbime për krahasimin, për bërjen e analizës, për kontrollin e planeve të biznesit. Bankat ofrojnë shërbime në bashkëpunim me vlerësuesit e pronave për vlerësimin e pronës për ata që duan që të vendosin kolateralin. Nga ana tjetër, kemi një pastrim të kredive të këqija. Të paktën 4-5 vitet e fundit ka një pastrim të mirë të portofoljes bankave nga eliminimi atyre kredive të këqija, dhe nga ana tjetër kemi edhe një shtim të llojit të veprimtarive fitimprurëse që kryejnë bankat, pra kemi një zgjerim portofoljes së shërbimeve që ofrojnë bankat, por duhet veçojmë çik këtu kontekstin social. Ne flasim për një ekonomi shqiptare që është një ekonomi e polarizuar. Po. Jo të gjithë qytetarët apo jo të gjithë bizneset kanë mundësi që të shkojnë te dera bankës kërkojnë kredi. Pra, ka dhe një preferencë që ai që ka mundësi të marrë kredi, ai do të marrë kredin. Jo të gjithë. Është normale kjo problemi i selektivitetit, dhe kjo gjë nuk është normale. Tek interesa doja të ndalesha pak zotit Ceko, që fitimi buron më shumë, burimi i fitimit është më shumë tek interesat, siç e tha ai zoti det Pishta. Po është normale kjo për sistemin bankar? Po kështu do të gjithë botën. Fitimi kryesor i bankave është nga normat e interesit, nga diferenca e normave e interesit midis depozitave dhe kredive që marrin qytetarët. Por puna është se në Shqipëri diferenca është e madhe. E kuptoj. Kjo normë fitimi dhe kjo strukturë fitimi shpjegohet me kreditimin e një sektori në rritje të lartë apo në kuadrin regulator në fuqi, zoti Zepishta? Në fakt, po të bëjmë një analizë të kreditimit që bankat në Shqipëri ndikojnë në ekonomi, po të bëjmë një bazë krahasimi, po themi me të gjithë vendet e Ballkanit, shohim që Shqipëria hyn në vendet me ndikim më të ullët të kredidhënies bankave në ekonomi. Në Shqipëri, pothuajse është diku ke 30% e prodhimit të brendshëm bruto, që ka nga shtetet si Maqedonia që e ka 50% kredidhënien. Kështu që pavarësisht se bankat janë në një pozitë shumë të favorshme ekonomike për veten e tyre, ato duke parë një lloj edhe për efekt të kaluras të hidhur që kemi patur neve në raport me bankat, me problematikat, me kredidhënien, me abuzimin në një farë mënyrë që është bërë ato, me problemet e borxheve e kredive të këqija, që fatmirësisht këto vitet e fundit është ulur dhe ka arritur diku në nivelin 4-4.2%, prap është më e lartë se sa vendet e rajonit, është prap jemi në një nivel më të lartë. Do të thotë që mundësia që bankat e nivelit të dytë të kenë kreditim për të rritur më tej ekonominë është akoma më e madhe. Po kushtet, si duket në Shqipëri, janë akoma jo të favorshme, jemi akoma një ekonomi e dobët, nuk kemi një ekonomi, po themi, e perspektivës, e prodhimit, ne jemi, përgjithsisht jemi një shtet, një ekonomi konsumi, ne nuk kemi ekonomi prodhuese, si që marrim në rastin, po themi, edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, edhe të disa shtete, edhe të Malizit, ne më tepër jemi një ekonomi konsumatore. Duke qenë një ekonomi e tillë,
detyrimisht që bankat janë akoma më të rezervuara në dhënien e kredive. Jemi një ekonomi në cilën informaliteti është akoma shumë i lartë. Duke qenë kjo pjesë informaliteti, shumë biznese e kanë pothuajse të pamundur të futen në sistemin bankar të kërkojnë ekonomi, sepse bilancet atyre nuk janë, po themi, në nivelin e duhur reale dhe ato të kenë mundësi të përfitojnë. Kështu që ky është një proces që vit pas viti po vjen duke u rregulluar, po vjen duke u kaluar në shinat e dura dhe perspektiva dhe mundësia që bankat të ndikojnë në ekonomi, në zhvillimin ekonomik të vendit janë akoma më të mëdha. Megjithatë, duhen parë padyshim edhe politikat, edhe të Bankës së Shqipërisë, edhe bankat nivelit të dytë, që me këto norma interesi, një pjesë shumë e mirë edhe të konsumatorëve, po edhe të bizneseve, SME, small business, edhe i mesëm, edhe ekonomi larta, bizneset e mëdhaja e kanë të vështirë të marrin kredi dhe të pranojnë kredi me këto norma kaq të larta interesi, sepse sido që të jetë të marrësh një normë, një kredi me interes mbi 7-8% që është niveli më i ulët i kredive, të shkojë në nivelin 12-13, pastaj duke mos llogaritur që ka edhe banka tjera që për kredi konsumatore shkojnë edhe diku edhe 18-20%. Patjetër që kjo e frenon një farë mënyre marrjen e kredive, huamarrjen, edhe i vën e ngadalson ekonominë, nuk i jep hapësirën e duhur, ka një lloj ngecje. Prandaj është nevojshme që kryesore është që bankat qendrore sidomos, po edhe banka e nivelit dytë të shikojnë politikën e ekonomive, politikën e kredive. Ato normalisht ato janë po themi, dëshojnë padyshim interesin e tyre, sepse banka nuk ka thjesht, nuk është si çdo biznes tjetër që ka ndikim vetëm në biznesin e vet, ai ka një ndikim shumë më të gjerë, ka një përgjegjësi shumë më të madhe se sa bizneset e tjera. Prandaj edhe ajo është akoma e ngurtë në dhënien e kredive edhe për shkak të situatave edhe nivelit ekonomik që ka Shqipëria. A janë bankat në rolin e kredituesit të ekonomisë, apo ato janë thjesht përfituese vegetative të saj, zoti Ceko? Kjo është një pyetje mjaft interesante. Nëse do t'i referohemi edhe të gjithë raporteve financiare, edhe të Bankës Shqipërisë, po edhe të raporteve të bankave të nivelit dytë, dhe po t'i referohemi dhe asaj krahasimit që bëhet me sistemin bankar në vendet e Ballkanit, po dhe në Bashkimin Evropian, ka raporte shumë të bukura edhe të Bankës Qendrore Evropiane në lidhje me këtë çështje. Unë do të thosha që çështja qëndron që bankat fitojnë, po bankat kryesisht fitojnë nga rritja e marzhit fitimit, sesa nga zgjerimi i kreditimit të ekonomisë. Dhe kur flas për kreditimin e ekonomisë, unë kam fjalën për ekonomi reale. Për atë ekonominë tonë të përditshme, të bizneseve të vogla, të bizneseve të mesme, të cilat nuk kanë mundësi reale që zgjerojnë aktivitetin, nëse nuk kanë mundësi që të trokasin në dyert e bankave. Tani ne kemi dhe një problem tjetër, që në Shqipëri nuk është se ka diversifikim të mënyrës financimit bizneseve. Ne kemi vetëm bankat. Këtu mungon tregu kapitalit, që njerëzit shkojnë, blejnë aksionet e kompanive, kompanitë listohen bursë. Tani ju do thoni që po mirë çfarë po thotë Enrico, SME-t listohen bursë, po ka dhe bursa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ka dhe mënyra tjera që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të jenë pjesë e këtyre lëvizjeve financiare në mënyrë që të thithin fonde. Në Shqipëri mungon, edhe pse kemi një ligj për startupet, mungon ligji për business angel, angjit e biznesit që janë ata që financojnë, sidomos bizneset që financohen nga të rinjt. Dhe mungon edhe ligji për crowdfunding, këto shoqërit që njerëzit, qytetarët, vën para, ajo llotaria e dikurshme, ta themi kështu, po duhet bërë me ligje, që qytetarët vën lek, individët, dhe ato lek t'i marrin një biznes, se ka një plan biznesi të mirë. Tjetër, ne kemi këtë problemin që bizneset nuk dinë të bëjnë plane biznesi. Kemi problemin tjetër, që bizneset fillojnë kopjojnë njëri tjetrin. Po. Në çdo 500 metra, në çdo qytet Shqipërisë gjen një farmaci edhe 5 fura buke. Domethënë, çështja është
që problemi i kreditimit në Shqipëri për shkak të gjithë këtyre situatave që përmenda unë edhe pa dyshim që dhe kolegu në studio i përmendi me shumë drejt, çështja është që kontributet në rritjen e investimeve strukturore mbeten të kufizuara. Kur flas për investime strukturore, e kam fjalën për asete. Çështja qëndron që në Shqipëri bizneset kryesisht marrin kredi për likuiditet. Marrin kredi për shpenzime operacionale. Ju kuptoj, po për të vazhduar këtu, ka patur disa zëra nga ky sektor se bankat duhet të kalojnë në aktor aktiv në financimin e projekteve publike dhe turizmit. Është i shëndetshëm një operacion i tillë? Ja. Pse? Mos ja fusni kot me atë turizmit, lutem shumë, që gjithë gazetarët, turizmi, kryeministri, 10 milion turist, 5 milion euro. Unë kam detyrë t'ju pyes Zoti Ceko dhe të marr mendimin tuaj si ekspert. Po ta them unë mendimin si ekspert. Turizmin nuk lë pa bukë, po turizmi nuk është faktor zhvillimi. Të gjitha vendet që e kanë mbështetur zhvillimin ekonomik të tyre te turizmi, nuk janë vendet më të zhvilluara në botë. Edhe kemi shembuj edhe nga vendet përreth, se si janë. Merrni këtë doni, merrni Egjiptin, merrni Turqinë, merrni Greqinë, merrni edhe Spanjën po doni, merrni edhe jugun e Italisë. Nuk është janë vende, merrni këto Karajibet e ku diun, han bukë, po nuk zhvillohen. Kështu që turizmin ta harrojmë të punë për të financuar turizmin për zhvillim ekonomik. Po projektet publike? Lutem shumë, një minutë. Turizmi duhet financuar si sektor, po jo me idenë për zhvillimin e Shqipërisë. Projektet publike nuk ka garanci. Pse nuk kanë garanci? Kush është garanti projekte publike në Shqipëri? Kush duhet jetë garant sipas jush? Po shteti, pra mungojnë fondet e garancisë. Si mund të futet një bank, t'japi lek për një projekt, kur ai projekt është dështuar që në fillim për shkak të korrupsionit, të vjedhjes, të mashtrimeve, të atyre supervizorëve që firmosin kot për ato punime civile, që kur shkonte aty te shkolla të bit tavanin kokë, edhe kur shkonte taj tuneli, futet ujë në tunel edhe nuk kalojnë dot makinat. Si mund të financojnë bankat? Si mund të financojnë bankat për të projekte? Edhe ka dy lloj projektesh ku mund teorikisht mund të financojnë bankat. Janë projektet partneritetit publik-privat, janë dhe koncesionet. Koncesionet janë me risk lartë në Shqipëri. Shikoni çfarë po ndodh me koncesionet në Shqipëri. Gjithë ankohen, jo po ta heqim të koncesion, jo po shkuam gjyq ndërkombëtar, jo po na vuri penalti arbitrazhi 110 milion euro. Këto janë koncesionet. Si mund futet banka të japi për koncesion? Po, partneriteti publik-privat ka risk më të ulët se koncesioni, kur s'ka korrupsion. Problemi kryesor i ekonomisë shqiptare është korrupsioni. Pastaj vjen ky problemi që bankat japin kredi me interesa të larta. Shi ç'a ndodh? T'ja shpjegojmë çik qytetarëve. Nëse ti merr kredi $100,000, për atë kredi $100,000 do kthesh $160,000. Ja, kjo është. Është 60%. Është 60%. E ndarë në vite, ta zënë se more kredi në 10 vjet, bëhen një llogarin vjet. Bëhen një llogarin vet, është 6% çdo vit për 10 vjet plus edhe $100,000 që ke more si kredi fillestare, sasinë e parave që more. U fute për $500,000, do pagush $800,000 për $500,000. Cili është ai biznes që shkonte dera bankës për $500,000, edhe mbas një periudhe 5 vjeçare të kthej $800,000, sepse banka thotë që ti po bën biznes. Nuk është njësoj si blerja e shtëpisë, që mund ta pagosh edhe për 20 vjet, për 25 vjet. Një biznes, nëse nuk e kthen kredin për 3 vjet, nëse nuk del eficient për 3 vjet sipas planit të biznesit, bëhet analiza pikës thyrjes, banka thotë mirupafshim shoku, hiq rrohat e tutje mos më ecmu te dera ime. Pastaj ka dhe gjë tjetër. Sektori bankar në Shqipëri është sektor privat, nuk është sektor publik. Nuk e detyrojmë në bankën që të bëj bankat çfarë duam ne. Po patjetër. Po pra? Jam dakord me këtë. Ndërkohë, zoti Zepishta, po. Del një politikan dhe thotë do ju ulim interesat. Po kjo është idiotësia më e madhe, ignoranca më e madhe që ndodh në Shqipëri, kur marrin politikanët ato detyrën e madhe që të bëjnë fushat elektorale, edhe i thon shqiptarëve, do merrni kredi, do ju ndihmojmë me kredi. Po që janë këto mufka, që janë të budalliqe, më. Kush janë këta deputet ose kandidat për deputet
që e detyrokan sistemin bankar privat që t'i japi kredi shqiptarëve. Këta janë gomarliqe këtu në kokë. Duhet me i tregu shqiptarëve të vërtetën për sistemin bankar. Sistemi bankar është privat, ka hapur biznes që të bëj lek, që të fitoj, dhe jo që të bëj të pasër. E kuptoj, në termat aktual të inflacionit, zoti Zepishta, parashikimeve për rritjen, a duhet i ishte rishikuar dhe politika e kreditimit për individet dhe subjektet ose a duhet rishikuar? Po, norma e inflacionit ka disa vite që tek ne pothuajse është stabil, nuk ka pasur rritje të konsiderueshme. Jemi fatmirësisht këto vite i kemi përballuar pavarësisht sfidave që ka pasur edhe ekonomia botërore që nga pandemia, lufta, sidomos lufta me Ukrainën, me Rusin, patë një ndikim goxha të madh në inflacion. Fatmirësisht ne e kaluam shpejt dhe deri diku kemi arritur një stabilitet po themi të mbajtjes në kontroll të inflacionit. Padyshim, duke patur një inflacion të mirë, kjo në terma makroekonomik, kjo është e shëndetshme për ekonomik. Kur themi inflacion të mirë për ekonominë shqiptare, cila është norma e inflacionit? Po themi, norma diku do jeke 2, maksimumi 3%. Në sa e kemi aktualisht? Është, më duket 2.8 në mos gaboj. Pra jemi në këto kushte. Diku ke 3% që mos gaboj, diku ke 3% që jemi. Dhe neve nuk është se ka problematika me inflacionin që e rrezikojnë, po themi, rritjen ekonomike të vendit. Duke patur një stabilitet, jemi akoma erët për të pasur një stabilitet. Duke patur një stabilitet të tillë, patjetër që edhe bankat duhet të rishikojnë politikat e tyre. Ne në një farë mënyrë, megjithatë unë mendoj që pengesa kryesore e huadhënjës është informaliteti në ekonomi. Duke qenë informal në ekonomi, ne nuk jemi në gjendje ti parashqesim bankës bilancet tona, të ardhurat tona reale, që në mënyrë që të kemi mundësi të aplikojmë në bankë për të marrë çdo diku ke në vitin 2024, më duket, nga aplikuesi që kanë bërë aplikime për kredi, diku ke 10-15% ishte refuzimi i kredive. Me fjalë, në 6 aplikime që janë bërë, 5 e kanë aprovuar, 1 është kthyer mbrapsht në vitin 2024. Kjo tregon që plus pastaj që një pjesë e mirë edhe bizneseve, edhe qytetarëve e shohin, e kanë bankën pak me frikë për marrjen e kredive, për shkak të normave të saj të larta. Kjo, unë e thashë më parë, duhet ndjekur një politik pak më e butë në lidhje me komisionet bankare që ipen në Shqipëri. Gjithë kjo pjesë e cila e shef të pamundur të aplikojë për marrë në kredi në banka, është detyruar të kalojë në institucionet e dhënies kredis që janë këto shoqëritë e kredive, s'po i përmend me emra, jashtë sistemit, në kuptimin jashtë sistemit bankar, mikrokredit. Që këto janë pastaj me norma 2 herë më të larta se normat e interesit bankës, e përplasen me vështirësitë e asaj lloji kredie të cilët marrin atje. Ato shkojnë tek mikrokredit për pamundësinë e tyre për të paraqitur dokumentat, po themi ligjor, në cilët ato mund ta përfitojnë kredin. Ato vërtet mund ta, sipas të ardhurave që marrin, mund ta përfitojnë kredin. Po ligjërisht, duke qenë se ekonomia është në informalitet, fitimet janë në një farë mënyrë informalitet, pagat janë deri diku në informalitet, kjo e bën të pamundur për të paraqitur para bankës për të marrë plotësuar dokumentacionin për marrë kredi. Edhe atëherë janë detyruar të shkojnë ke mikrokredi. Aty pastaj ato përplasen me interesa shumë të larta, vështirësitë pastaj duke qenë interesa shumë të larta, vështirësitë më të mëdha, diskutohet. Prandaj duhet bërë edhe një hap, po të themi, i bankave duke ulur kredin edhe duke lehtësuar ndoshta edhe kushtet e marrjes së kredive. Ne kemi proces gjithë ato që përplasen me hallin e një marrje kredie në banka, ato ka një dokumentacion, një procedurë shumë të sërgjatur. Ne kemi pas rasti që janë majtë me 2 muaj, me 3 muaj, me 4 muaj me dokumentacion, edhe në fund fare pasaj kanë marrë një përgjigje negative. Kjo e bën pak mosbesues individin, edhe biznesin,
të përballet me bankën për të marrë kredi, të cilën ato normalisht e ka nevojshme dhe e ka impuls për rritjen e ekonomike. Thash edhe një herë, ekonomia këtu në Shqipëri është shumë e hapur, po themi muhadhënia konsumatore, kredita afat dhe afatmersme. Ato të cilat vërtet që janë me norma interesi shumë të larta. Krahasim me kredita afatgjata, ato të cilët vërtet realisht do ndikoshin në zhvillimin ekonomik të vendit. E kuptoj. Një përgjigje në lidhje me këtë pyetje, keni zoti Ceko para se të shkojnë në reklama? Po, mua më duk shumë qasë interesante paraqitja e kolegut. Pra, kemi inflacionin dhe kemi kredit për qytetarët dhe kredit e biznesit. Po. Normalisht do ishte mirë që kredit e biznesit ishin kredi për investime, jo kredi për shpenzime operacionale. Dhe, kur flasim për norma interesi dhe për inflacion, kjo ndikon shumë të kreditimi i qytetarëve. Pra, në momenti që rritet inflacioni, qytetarët rriqen i qik. Nuk e kanë kollaj që të shkojnë të marrin kredi, sepse mendojnë që ka inflacion dhe pastaj do kthejnë më shumë lek se sa kur të ishte inflacioni i ulët. Prandaj është e rëndësishme që inflacionin të bëhet në kontroll, kryesisht në aspektin e kredisë konsumatore. Por, inflacioni duhet të bëhet në kontroll edhe për shkak të nxitjes së investimeve edhe të brenda vendit, po dhe të investimeve të huaja. Tani, ne themi që inflacioni është 2.2% mesatarisht. Po hajde fol me qytetarët, se në vërtet për Bankën e Shqipërisë inflacioni është 2.2%. Po mua personalisht në supermarket inflacioni më rezulton 22%. Pse? Jo 2.2%. Dhe kemi disa studime që thonë që çmimet e produkteve në treg në Shqipëri janë edhe 10 herë më të larta se çmimet e produkteve në Evropë. Krahasuar dhe me pagën që ka një evropian, krahasuar dhe me pagën që ka një shqiptar. Pra, çmimet të larta, pagat ulta, inflacioni lart real, edhe e bëj qytetarin që ajo që tha kolegu, kanë frikë nga bankat, kanë frikë shkojnë te dera bankës qytetarit marrë kredi. Aq më tepër kredi afatgjat. E kuptoj. Sepse mendon vitet, kohën e shlyerjes, interesat dhe gjithçka tjetër, garancinë, sigurinë në punë dhe fuqinë për ta paguar. E kuptoj. Kemi edhe një problem tjetër që ne kemi sektorin e bujqësisë dhe të agrobiznesit. Sektori i bujqësisë dhe agrobiznesit është sektor me risk të lartë, sepse është një sektor që punon në natyrë. Ra breshëri, ra shiu, u bëri ftohtë, nuk u realizuai produkti. Edhe me të drejtë ka njerëz që thonë që pse bankat nuk japin kredi për bujqësinë. Ta harrojnë të muhabet njerëzit. Nuk jepet kredi për bujqësinë në kushtet e bujqësisë shqiptare me parcela 2 hektar, me ferma 2 hektar, që ky 2 hektarshi është ndarë në 5 parcela, edhe 5 parcelat janë 6 kilometra larg nga njëra tjetra. Çfarë ferme është kjo? Kjo nuk është fermë. Ky është kop zoologjik. Edhe ku kafshët janë ata që njerëzit që mbredhin nëpër fshat me bicikleta, me motorra për t'ikur nga një parcel të tjetra, se kanë frikë se mos ja vjedhin domatet e kastravecat hajdutët. Pse kjo është ferma? Të paktën ta kishin fermën 2 hektar, po të ishin blok, një vend. E kuptoj. Edhe ta kontrollojnë. E kuptoj. Mirë. Tu s'ke mundësi të përdorësh as mekanikën bujqësore, as kimikatet, as gjë. Ferma shqiptare është kopsh zoologjik, ku kafsha është ai fermeri që punon aty. Do të shkojmë shumë shkurt në reklama, do kthehemi përsëri në bisedë. Ekonomi dhe sa e kreditojnë bankat ekonominë në Shqipëri. Zoti Zepishta, nuk e di nëse jeni në dieni të financimit nga bankat të një kontrate koncesionare ose të disa kontratave koncesionare të dyshimta dhe pa garanci të mirëfillta kontraktuale në një projekt energjetik. Këto dalin nga norma e garancive, si shpjegohen sipas jush? Në mënyrë hipotetike nëse është e vërtetë. Po, normalisht financimi i bankave të koncesionave ose të PPP-ve, normalisht është një proces i rregullt që mund të realizohet. Nuk ka ndonjë problemi i financimit të këtyre projekteve, PPP-ve dhe koncesioneve. Po, banka normalisht duhet bëjë një analizë të efektivitetit, të aktiveve që mund të lejnë, zakonisht japin 70 deri në maksimumi 70-80% të projektit. Duhet të parë realizimi i projektit, a bëhet në kohë realizimi i
i pagesave nga buxheti i shtetit, ato do bëhet në kohë, varet nga politikat, me fjalë janë ato rrisqet që me ndryshimet politike mund të ketë ndryshime të po them ligjore, të cilët mund të prekin këtë pjesën e koncesionit, me fjalë edhe dhënia e këtyre kredive, garancive të PP-ve dhe koncesioneve, ka analizën e brenda të cilën banka është në një farë mënyrë e bën para se ta japi, pa diskutim, sepse banka nuk të jep para kot pa patur patjetër garanci në mes. Fakti që janë dhënë, nuk e di, mund t'jipet, a ka është dhënë apo s'është dhënë kredi bankare në rastin e këtyre projekteve energjetike, po nëse banka e ka marrë përsipër dhënien e kredis, patjetër që ajo do të ka bërë analizat e veta. Dhe në fund të fundit ka dhe raste kur shteti hyn garant për gjithë investimin ose për kredin e marrë nga bankat. Është drejt, është funksionale, funksionon në disa vende që mund të hynë, mund të operojnë koncesionet ata të cilët i marrin PPP-t me bankat. Është drejt, banka normalisht që shef interesin e vetë. Janë projekte që bën analizë, bën me fitim, po të marrin për shembull, po përmend këtë të themi rrugën e kombit. E zemë sepse ajo është një rrugë që, ose këtë rrugën e Thumanës. Është bërë, normalisht, ajo është bërë me investimin e partneritetit publik-privat, koncesionit, a i ka bërë investimin, nuk e di e ka marrë, për s'ka marrë si rast të mirëfill. A i ndosha nuk i ka pasur do të gjitha mjetet monetare të mundshme, ka një marrëveshje koncesion me shtetin të cilët do t'i paguajt çdo vit, do i disbursoj shteti çdo vit pagesat e tyre sipas kontratës që janë shkruar, ka ato ardhat realizuara nga qarkullimi i makinave. Gjithë këtë proces banka e ka marrë, e ka monitoruar, e ka studiuar, ka arritur në përfundim që ky partneritet mund të financohet nga banka, nuk ka asgjë të keqe, edhe normalisht jepet kredia. Nuk është një proces që nuk mund të jepet dhe nuk mund të operohet. Ka raste që edhe shteti hyn garant për dhënien shteti hyn garant, po themi, edhe në rastin e dhënies koncesione, në shumë koncesione që janë dhënë edhe për rrugët, po themi, edhe për analizat, edhe për të tjera, që ose nuk arrihet një limit i fitimit të këtyre koncesionarëve, atëherë shteti do të paguajë diferencën. E qartë, e kuptoj shumë mirë. Ndërkohë, zoti Ceko, kam një pyetje tjetër për ju. Ka pjesë të errta që duhen shqyrtuar në sektorin bankar? Po, 100%. Unë përmenda pak më përpara portofolin e kredive të këqija. Kur merret një kredi, vë firmën oficeri kreditit. Dhe supozohet që oficeri kreditit e ka parë planin e biznesit, ka parë analizën e pikës thyrës, ka parë rrisjet, ka vënë firmën, ai tjetri ka marrë kredin. Ka marrë kredin, është dukur. Kur kanë vajt pasaj që të marrin kolateralin, se normal, banka do marri kolateralin atit personi që është dukur, ta shesi, që të marri lekët mbrapsh. Kur kanë pa kolaterali ka qenë një magazinë shkatruar aty, që në të vërtet magazina është regjistru me vlerë 500.000 euro, 2 milion euro, në fakt aty ka qenë një ndërtesë shkatruar, e degraduar, e amortizuar. Ky oficeri kreditit, pse nuk paraqitet në SPAK ky oficeri kreditit, pse nuk çohet dosja në prokurori për këtë oficerin e kreditit? Aq më tepër kur ka oficer krediti që kanë vënë firma për projekte të kësaj natyre, për financime të kësaj natyre, me shumicë. Me shumicë, po them me shumicë. Ne kemi rastin e biznesmenëve në thonjza, të cilët kanë marrë disa miliona euro vetëm sepse kanë vënë kolateral, ish fabrika, ish uzinat privatizuara, të cilat janë tërësisht amortizuara dhe aty nuk ka asgjë. Bile dhe hekurin ja kanë marrë, ja kanë shit për skrap. Është vetëm toka. Edhe toka nuk vlen aq sa të shitet, sa të kthehet kredia. I referoheni bankave të nivelit të dytë apo edhe institucioneve financiare në këtë rast? Bankave të nivelit dytë. Bankave të nivelit dytë. Arriti një moment që vajtën kredite që janë 24% e totalit portofolit bankave. Kush mbajti përgjegjësi për të? Po janë lekët tona atë. Janë lekët tona që kemi vënë bank, ne gjithë qytetarët e Shqipërisë.
ata pensionistët që qiremi ne, pensionistët, 200 euro, 300 euro, ato lekët që ja ka dhënë nipi Mbesa nga jashtë, ato remitancat që themi ne, qa janë remitancat? Remitancat janë ato që blejmë ne këto, televizorët, frigoriferët, blejmë karburantin, edhe vëmë edhe ca lekë në bankë. Se t'ishin remitancat ashtu që do ndihmonin ekonominë shqiptare, do kishin bëj investimet mrekullueshme ne me $1 miliard në vit, e me $1.5 miliard në vit remitanca që na vikan. Po puna është se ne me remitanca mbajmë frymën gjallë. Ne nuk jemi ekonomi prodhuese, kështu që me remitancat që na sjellin emigrantët blejmë bukën, blejmë domatet, kastravecat, blejmë kputucët. Ky mallsi e prodhojmë këtë mallsin në Shqipëri nuk e prodhojmë. Bëm 500 lekë. Këtë kapelen, se i kam tu, këtë kapelen e bëjmë dot në 1500 lekë bën kjo në dyqan. E bëjmë dot në 1500 lekë, ne nuk e bëjmë të tastierën. E kuptoj. E bëjmë po duhet që të shfrytëzojmë në parate remitancat, edhe të shfrytëzojmë edhe këto hyrjet tjera të fluksin, po duhet kemi ekonomi prodhuese. Në rastin konkret, mungon transparenca e tarifave të komisioneve të bankave. Përse komisionet bankare në Shqipëri janë shumë të larta se komisionet në Evropë? Përse një personi që paraqitet në bank të marrë një kredi X, i kërkohet që të paguaj 500 deri 1000 euro për shërbimet që bën banka aty, njep të letër, në këtë letër, u firmos, nuk u firmos, u bë fotokopje, s'u bë fotokopje. Tani, ka dhe mundësi edhe tjera, se tani... E kuptoj. Ka dhe një rrezik tjetër që kanalet bankare të përdoren për pastrimin e parave. Kemi raste, apo ja? Edhe janë referuar me drejtë, edhe në prokurori, edhe në... Me qënë se dolet këtu, unë kam një pyetje, ka një debat sa i takon rolit të bankave në luftën kundër pastrimit të parave, si shtatë. Mund të kemi rastet e hetimit që do të sjellin goditje në këtë sektor? Po tani, në bas ligjit edhe në bas të rregullores së operimit bankave, për të gjitha transaksionet që janë mbi 5.000 euro, lista e këtyre personave që bëjnë të transaksione, persona fizik, juridik, s'ka problem, duhet shkoj te drejtoria e përgjithshme pastrimit të parave në Ministrinë e Financave. Pastaj ata e kanë atë pjesën e hetimit, edhe kur ja referoj rastin. Imagjinoni tani, sikur një njeri që e di këtë ligjin e famshëm 5.000 euro, edhe bën çdo ditë transaksion, po çdo ditë e bën transaksionin me 4.999 euro. Ku dallon ky nga kriminali? Nuk ka asnjë dallim nga kriminali. Pra, nuk është çështja që ti mbajmë ligjit 5.000 euro. 5.000 euro e lartë do t'ja referojmë drejtorisë pastrimit të parave. Ai personi që punon aty në bank duhet të shikojë dukurinë. Nëse vjen një fytyrë poshtër aty ditë për ditë, edhe fut 4.999 euro që mos e kapi ligji, pa ai që te dera e bankës aty duhet të shkojë policia ta arrestojë ta fusi brenda. Ky është pastrimi i parave. Nuk është pastrimi i parave ai që futi $100.000 se ka për të bërë biznes, ka për të bërë një transfer. Po tani me sipan që del brenda ditës $100.000 edhe me 0,01% tarif. Çfarë do bëj banka? Do ta kapi banka do ta të trafikantin me $100.000 me sipan? Po jo, po duhen instrumenta tjera. Kështu që kjo është pjesa që jemi të hapur komplet, ne që jemi të shpartallum në pjesën e sistemit bankar. Se themi sistemi bankar i fort, po janë ca dyer aty nëpër banka që janë ca njerëz që ditë shpartallojnë ato dyer, që janë 2 a 3 a 5 veta, po pjesa më e madhe qytetarëve as e dinë që këto dyer ekzistojnë. E kuptoj. Vëmendje të rritur të autoriteteve në lidhje me këtë pjesën e transparencës, të mënyrës operimit sistemit bankar, transparencë për komisionet e larta që paguajnë qytetarët shqiptar dhe mundësisë që ka në sistemin bankar shqiptar për të penetruar element korruptiv dhe e theksoj me shumë forcë këtë element korruptiv të cilët bëjnë pastrim parash për të financuar terrorizmin. Kjo është çështje pastrimit parave, sepse parat pastrohen për të financuar terrorizmin, nuk financohen parat për të bërë një kulla për të ble Porsche Cayenne. E kuptoj. Keni një përgjigje për këtë, zoti Zepistan? Edhe ligji i pastrimit parave, i cili ndërthur shumë subjekte, nuk ndërthur vetëm banka, ndërkohë ndërthur edhe bizneset, ndërthur shumë aktorë të cilët zhvillojnë aktivitet në Shqipëri, është, po themi, është i mirë specifikuar
I ka të gjitha. Edhe bankat, pavarësisht se ka ato limitet e veta për cilët duhet të deklaroj, duhet të raportoj pranë sektorit pastrimit parave, ka po themi një zyrë, një seksion të posaçëm të cilët menaxhon të gjithë transaksionet, edhe nëse ti arrin të bësh transakcione në nivelin raportues të parë për 10.000 eurosh, nëse këto bëhen të përsëritura, atëherë ka një sektor mbikëqyrës në bankë të cilët i shikon këto transaksione dhe i raporton. Duke qenë e tillë me raportime e cila është gjithmonë në varësi edhe të bankës, edhe të emrit bankës, edhe për të personave që punojnë aty, ekziston mundësia që gjersa është një njeri që ka mundësi të raportojë ose mos raportojë, varet në varësi të ndërgjegjës edhe të nivelit të tij për ta ushtruar funksionin ashtu siç duhet, atëherë padyshim që do ketë mundësi që nëpërmjet këtyre kanaleve, nëpërmjet formave të ndryshme, të gjetë mundësia që të futen para, po themi, nga shumë edhe në vendet të tjera, po edhe përveç Shqipërisë, të cilët mund të jenë para të aktivitetet të dyshimta, qoftë edhe terrorizmit, qoftë edhe të pastrimit parave. Megjithatë, kjo gjithmonë hipotetike ngelet mundësia që patjetër që nëpërmjet sistemit bankar të hyjnë këto para në qarkullim, edhe mos të raportohen, edhe mos të hetohen pastaj nëpërmjet strukturave të posaçme. Megjithatë, ai që i hyn kësaj historie nuk mund të hyjë çdo individ. I hyn ato patjetër duhet të ketë një lidhje të koordinuar më përpara, pastaj të futet edhe të operojë me transaksionin që ai ka ndërmend të bëjë. Nëse do të bëjë një analizë e raportit mes fitimit dhe kontributit të bankave në zhvillimin ekonomik të vendit, ku mendoni se do të rëndonte më shumë peshorja? Edhe sipas atyre që kemi thënë që fillim, duke qenë se bankat, kreditimi i bankave në Shqipëri nuk është në ato nivele qoftë edhe të rajonit, jo pastaj më të tjerave, edhe për efekt të situatës ekonomike që jemi ne, edhe për efekt të strukturave, edhe të strukturës kredidhënies në Shqipëri, mendoj që më së shumti kjo ndikon në fitimin e bankës se sa në forcimin e ekonomisë. Jemi akoma shumë dobët, për sa kohë ne nuk kemi një ekonomi prodhuese, pa diskutim ne nuk mund të pretendojmë që ne të ndikojmë ekonominë. Banka ndihmon vetëm thjesht, po themi, qarkullimin. Ai qarkullimi në termat e sotëm, edhe sipas analizave që bërë më parë edhe për të buxhetit edhe gjitha, pjesa që e rrit më shumti ekonominë gjatë disa vite, është pjesa vetëm për efekt të rritjes qarkullimit ajo që ndikon pastaj në rritjen ekonomike të vendit. Është pjesa kryesore. Pjesa prodhuese pastaj është akoma lën shumë për dishuar tek. Si mendoni ju, zoti Ceko, në lidhje me këtë pyetje? Shiko, në terma të tanishëm, më flasim tani për tani, peshorja anon nga fitimi i bankave. Jo se bankat kanë patur në një rol të madh, të fuqishëm në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, sepse nuk është se bankat kanë ndikuar drejt për drejti në shtimin e portofolit të investimeve apo në shtimin e portofolit të investimeve kapitale, apo dhe në financimin e drejt për drejt të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, apo edhe projekte të cilat kanë nevojë për ta ndarë riskun, që mund ta ndajë riskun investitori, banka, se dhe banka do ta marrë një farë risku, kuptohet. Tani, ne bëhet fjalë që të balancojmë të peshore. Edhe kjo peshorja balancohet me instrumenta për të mbështetur ndërmarrjet e vogla e të mesme. 96% e ekonomisë shqiptare është ndërmarrje të vogla e të mesme. 4% janë ndërmarrje të mëdha dhe ato VIP-at, që i themi kompanitë VIP, të cilat trajtohen ndryshe nga sistemi fiskal shqiptar. SME-t janë shpirti i ekonomisë shqiptare. Jo vetëm të ekonomisë shqiptare, por të gjithë botën. Çështja është që ne i kemi ndërmarrjet e vogla, i kemi me 1 deri 5 punonjës. Evropa i ka ndërmarrjet vogla dhe të mesme në Evropë janë 50 dhe 250 punonjës. Ky është për kufizimi. Mbi 250 punonjës janë ndërmarrje nda. Në Shqipëri ne i themi SME 1 deri 5 punonjës, 1 deri 10 punonjës. Domethënë kuptoni ju çfarë diferencë kemi ne me konceptin, me terminologjinë?
Edhe ne edhe atë Berberane në gjymë së me. Ne edhe atë Kovacin aty që rregullon ato paftat e atyre të kuajve e quajmë së me. Në një kohë që atë fermerin që ka një fermë që ka 2 hektar tokë që duhet ta mbështesim, nuk i japim atë numrin e identifikimit, që të shesit vit, shesit domate, të shesit qumëshe, e të ketë mundësi për të grumbulluar ato produktet aty, të ajo pika grumbullimit, që të zhvillojë të zgjerohet i çik ekonomia, që të shtohet qarkullimi i parave. Vërtet banka ndihmon qarkullimin e parave, por bankat shqiptare nuk kanë ndihmuar në shpejtësinë e qarkullimit të parave, sepse janë gjëra të ndryshme këto, të qarkullosh para dhe të shtosh shpejtësinë e qarkullimit të paras. Një nga problemet kryesore të ekonomisë shqiptare është se qarkullimi i paras nuk po xhiron, nuk ka shpejtësi, sepse 40% e ekonomisë është ekonomi gri dhe ekonomi e zezë, është asistent. Edhe shpejtësinë e kanë këta, nuk e ka ekonomia reale, ekonomia që shikojmë ne, ekonomia e dukshme, ajo që është transparente. Pra kemi një ekonomi me 2 shpejtësi. Dhe sistemi bankar shqiptar nuk është se ka mundësi që të operojë te ekonomia e padukshme. Normal, s'ka për të dhe nuk lejohet që të operojë te ekonomia e padukshme. Por ekonomia e dukshme ka shpejtësi aq të vogël sa sistemi bankar nuk është se mund të shërbejë kështu si fuzion, si nxitës. Këto janë gjëra që duhen rregulluar për të ecur përpara. E kuptoj, dhe një pyetje të fundit për të dyja. Mendoni që Banka e Shqipërisë e ka, po themi, dëshirën dhe vullnetin për të ndërhyrë në bankat e nivelit të dytë për të rregulluar qoftë normat e interesit të kredive, qoftë edhe rritjen e normës bazë të interesit sa i takon performancës së bankave? Po, zoti Ceko. Po, kjo çështje normave të interesit në radhë parë është e përcaktuar nga niveli ndërkombëtar i normave të interesit dhe nga Banka Qendrore Evropiane. Mbasi përcakton ajo normën e interesit, përcakton Banka Shqiptare normën e interesit, dhe mbi bazën e normës interesit Bankës Shqipërisë, bankat e tjera të nivelit 2 përcaktojnë normën e interesit tyre për të operuar. Domethënë ka disa, si thosh, ka disa limite. Çështja është që mbasi përcaktohen normat e interesit nga Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit 2 në Shqipëri pastaj ja ka vajtë 18%, apo ka vajtë deri 20%. Tani me dy parë më në kokë. Këta janë kështu, e dua sot, e dua të bukur, e dua nuse, e dua me partinë, ku diun, me partinë konservatore. I duan lekët tani këta në moment. Po edhe sistemi bankar, nuk mund të bëhet kështu tani sa të vi klienti aty te banka ta shohësh ti nga kpucët, nga xhepat, sa lek kanë xhep që t'ja marrin. Ai vjen për kredit, ti e shef sa lek kanë xhep. Janë disa gjëra që duhet të futen në normalitet to tani, duhet mirë kuptoj ato çfarë ka kërkesë shoqëria, ato çfarë ka kërkesë bizneset, ato çfarë ka kërkesë banka, që të shkojmë në një balancë, që të gjithë kenë mundësi të paraqiten te dera bankës, që të marrin aq sa i takon, jo të ketë kështu disbalancë, edhe të ketë prishje të balancave, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin social, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin ligjor, se janë shkatruar gjithë balancat në Shqipëri. Edhe këtu te kjo pjesë e shkatrimit balancave ka patur rol edhe sektori bankar, mos ata që punojnë aty në për banka, mos i lajnë durët si Pilatin që shiko, ne jemi këta, ka që është norma interesit, edhe s'kemi çfarë të bëjmë. Jo, nuk është ashtu. Një pjesë mirë të fajt që çfarë ndodh në ekonominë shqiptare, e ka edhe sistemi bankar, pavarësisht se janë mirë aty në karrige ata dhe ngrohtë me kondicioner, edhe i kanë rrogat e larta. E kuptoj. Ishit shumë i qartë, zoti Ceko. Ju falenderoj që ishit me ne. Zoti Zepi Shtap, nëse keni diçka për shtuar për këtë pyetje? Banka pa diskutim që ka shumë rol. Biles më themi që Banka Qendrore da ketë rolin kryesor edhe në vendin po themi e kufive ligjor, edhe në rolin monitorues. Ne kemi parë shumë problematika të mëdha që kanë sjellë mikrokredit në Shqipëri, që Banka Qendrore ka qenë komplet jashtë loje. Nuk e ka kuptuar, ka punuar, ka mbyllur syt, ka pasur interesat e veta, nuk e dim ka se kanë ardhur këto. Kështu që Banka Kryesore, Banka Qendrore, mendimi tim është një pa diskutim, është roli qendror edhe në zhvillimin e tregut bankar në Shqipëri. Fatkeqësisht ne jemi një vend me banka me numër të kufizuar bankash, janë shumë pak, kështu që tregu është i përqendruar, po themi, në ato banka, dhe kjo ka një rol kryesor, kështu që tregu duhet zgjerohet pak, ketë mundësi të zgjerohet më shumë, ketë më shumë aktorë të kenë mundësi të futen në Shqipëri.
çdo kush që edhe ligjet në Shqipëri fatkeqësisht me sa kemi dëgjuar janë pak të vështira për të futur në sistemin bankar, për të hapur bankat e reja. Janë këto të cilët dominojnë tregun, bën ligjet, në një farë mënyrë po të themi në thonjza është bërë një lloj monopolit të cilët përcaktojnë edhe normat e interesit, edhe kushtet e interesit, edhe të gjitha. Prandaj që banka ka rol kryesor, nuk është se është rolin kryesor e ka Banka Qendrore e Shqipërisë. Faleminderit zoti Zepishta. Faleminderit. Zoti Ceko, faleminderit edhe një herë që ishit me ne. Ne këtu kemi mbritur në fund.